Komuniteti i inteligjencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka hapur një hetim të brendshëm për të përcaktuar nëse Byroja Federale e Hetimit ka pasur një rol të mundshëm në planifikimin e sulmit ndaj Kapitolit më 6 janar 2021. Lajmi u bë publik gjatë një seance dëgjimore në Senat, ku po shqyrtoi emërimi Joseph Kent si drejtori i Qendrës Kombëtare për kundër terrorizëm. Ne aktualisht jemi duke hetuar, deklaroi Kent, pa dhënë detaje se cila nga 18 agjencitë e inteligjencës amerikane po drejton procesin. Deklarata e tij erdhi si përgjigje ndaj një pyetje nga senatori demokrat Mark Kelly, i cili rikujtoi përpjekjet e mbështetësve të Donald Trump për të ndaluar certifikimin e fitores së Joe Biden më 6 janar 2021. Një raport i pavarur i Departamentit të Drejtësisë i publikuar në dhjetor kishte hedhur poshtë pretendimet e ekstremit të djathtë mbi përfshirjen e fshehtë të FBI-s në sulm. Sipas raportit, 26 informatorë të FBI-s ishin fizikisht në Washington atë ditë, por asnjëri prej tyre nuk kishte autorizim për të hyrë në ndërtesën e Kapitolit ose për të marrë pjesë në dhunë. Gjithashtu, drejtuesja e re e komunitetit të inteligjencës amerikane Tulsi Gabbard mbikëqyr tani edhe funksionet e inteligjencës brenda FBI-s, gjë që mund të ndikojë në drejtimin dhe transparencën e hetimit. Gjashtë persona thuhet se humbën jetën pasi një helikopter i një agjencie turistike që besohet se po transportonte një familje turistësh prej 5 antarësh nga Spanja u rrëzua mbi lumin Hudson të njëjtën pasdite. Rrëzimi i helikopterit u raportua në kohë rekord nga media sociale, teksa besohet se përveç familjes në fjalë, në të ka qenë edhe piloti prej të cilëve asnjë i mbijetuar nuk ka mundur që të bjetoj pra nga ky aksident. Administrata Federale e Aviacionit tha se së bashku me policinë portuare po heton aksidentin e rënd ajror. Vendi i përplasjes duket të jetë përgjatë anës perëndimore të lumit Hudson, që kufizohet me New Jersey. Dy zyrtarë thanë se në këtë fazë të hershme të hetimit duket se ka qenë një helikopter turistik, por ata ende po kontrollojnë si informacion. Të paktën 32 persona kanë vdekur në përplasjet me helikopter në New York City që nga vitin 1977. I fundit ishte ai në vitin 2019, kur një helikopter i përdorur për udhëtime qeveritare goditi çatin e një grattaciere të Manhattanit në hapësirën ajrore të kufizuar, ndërsa piloti mbeti i vdekur. Zhvillimet më të fundit në botë do t'i komentoj me zotin mentor Beqa. Mentor, faleminderit që erdhe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Patjetër që mbetet kryefjalë, taksa. Tashmë fokusi është tek taksa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kinës. Një taksë që ka raste më duket edhe shumë komike, duket sikur po shkon për inerci, sikur nuk ka asgjë të vërtet apo seriozitet diplomatik. Megjithatë, mbetet për tu diskutuar. Nuk ka koment për taksën e SBA-s, ama duket se kërkon aleancë Kina. Është drejtuar drejt Bashkimit Evropian dhe i thotë të bëhemi bashkë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sa ka gjasa që të ndodh diçka e tillë? Në fakt mirë thua taks, nuk quhet taks, quhet tarif, por është në taks. Dhe presidenti Trump e thotë shpesh që fjala e preferuar e fjalorit është tarifa në fakt. Të gjithë janë të pa qartë se çfarë po ndodh. Sepse nuk po kuptojnë strategjinë e presidentit Trump, në fakt. Kudo që të mbrrijë, është një mjet taktik negociatash, përdorja këtyre tarifave, apo është një qëllim në vetvete. Dhe kam përshtypjen që të gjithë janë ende në këtë keqkuptimin e madh se çfarë kërkon të bëjë presidenti Trump. Besoj që është një përzierje e të dyjave. Ajo që kemi parë deri tani, ne kemi parë që Shtetet Bashkuara të Amerikës rritën nivelin e tarifave në 10% për të gjitha produktet që hyjnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ishte një tronditje e madhe. Në moment që presidenti Trump njoftoi tarifat e reja që ishin shumë herë më të larta, atëherë 10% që u harrua në fakt, u nxorr në harrest. Dhe tani që ka njoftuar pezullimin për 90 ditë të tarifave të reja, askush nuk flet në fakt për 10%. Por, ai e mori 10% që kishte njoftuar në fillim. Dhe në këtë pikpamje duket se ka marrë një fitore të parë. Natyrisht që këtu problemi themelor mbetet me
Kinën. Dhe kemi të bëjmë me dy ekonomitë më të mëdha të botës, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kina. Dhe Kina ka treguar një qëndresë dhe mos tërheqje ndaj tarifave të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe është kundërpërgjigjur me tarifa shumë të larta për produktet amerikane. Mirë, është që sharake e pasbatueshme kjo tarifa apo jo? 130, pasaj 180, 145 nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës 250 dhe 125 nga ana e Kinës. Natyrisht janë tarifa jashtëzakonisht të mëdha për ta thjeshtuar edhe për shikuesit. Nëse një produkt amerikan do të shkonte në Kinë, do të eksportohej në Kinë dhe do kushtonte $1.000. Nëse i vendosim një tarif në kufi prej 125%, i bie që të kushtoj $2.125. Pra, imagjinohen se çfarë lloj rritje dramatike e çmimit. Natyrisht që shumë operacionet në treg janë shumë komplekse, çmimet nuk mund të jetë çmimi absolut, pra akumulimi nuk është mekanik. Por janë efektet tregut. Rritja është jashtëzakonisht e madhe. Absolutisht, padyshim. Dhe në këtë pikpamje besoj që do ketë një dekurajim jashtëzakonisht të madh të shkëmbimit të ndërsjellë tregtar ndërmjet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kinës. Por çështja këtu pyetja është përse vetëm Kina mund t'i qëndrojë këtij presioni të tarifave nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Beson se mund t'i qëndrojë. Janë angazhuar për të kryer negociata me SBA-t për gjetur zgjidhje, pra për të nënshkruar marrëveshje të reja tregtare. Dhe Kina ka deklaruar që nuk do të tërhiqet. Spari sepse është ekonomia e dytë më e madhe në botë, dhe s'dyti sepse volumi i shkëmbimit tregtar, pavarësisht se është shumë i madh në terma absolut, në terma relativ përbën vetëm 2% të GDP-së së Kinës. Dhe në këtë pikpamje, përfitimi politik që mendon leadershipi kinez, te i kalon humbjet ekonomike që ka me Shtetet Bashkuara të Amerikës kjo luftë tarifash, kjo luftë ekonomike. Mund të bëj Kina aleancë me Bashkimin Evropian, i ftohen së fundi, që të bëhen bashkë kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Do vi një moment kur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kina në pikpamje të kapaciteteve do jenë dy fuqi shumë të përafërta me njëra tjetrën. Si në pikpamje teknologjike, në pikpamje të vëllimit të ekonomisë tyre, në pikpamje të kapaciteteve ushtarake e kështu me radhë. Pavarësisht se nuk jemi ende në këtë stad, ky stad nuk është shumë larg. Dhe ajo që do bëj diferencën në fakt do jetë kredibiliteti që do kenë këto dy fuqi. Çfarë besueshmërie do të reflektojnë këto dy fuqi në raport me aleatët, në raport me vendet tjera. Dhe kam përshtypjen që defekti më i madh i strategjisë së president Trump është pikërisht kjo, sepse këto manovrat taktike, negociatash, po minojnë besueshmërinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës në raport me aleatët e tjerë. Dhe Kina në fakt u përpoq që ta shfrytëzojë këtë moment dhe donte që ta kthente në oportunitet gjithë të luftën tregtare me Shtetet Bashkuara të Amerikës, në mënyrë dhe ne kemi parë që ata kanë iniciuar takime të pafundme, qoftë me vendet në rajon, qoftë edhe me vendet tjera, qoftë me Bashkimin Evropian, dhe nëse president Trump nuk do të ishte tërhequr, natyrisht ata do kishin një dritare të hapur. Pengesat janë shumë të mëdha, sepse ekonomia globale është shumë komplekse. Kina shihet si një vend manipulator në pikpamje të tregtisë ndërkombëtare dhe jo aktorët serioz në tregtinë ndërkombëtare nuk është se e shohin si një partner të besueshëm në këtë pikpamje dhe natyrisht që ka barriera shumë të rëndësishme për t'i tejkaluar Kina. Por nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës vijojnë të sillen në këtë formë, duke e bërë të paqartë, të pasigurt mënyrën se si Shtetet Bashkuara të Amerikës do sillen me aleatët, atëherë dritaret për Kinën do të vijojnë të hapen, besoj. E kuptova. Mentor, me shumë interes kam ndjekur që ditës së djeshme zhvillimet në linjën e mesme dhe këtu e kam fjalën për takimin në nivel ushtarak të dy delegacioneve të Izraelit edhe të Turqisë. Patjetër që është folur për Sirinë. Pse në gjykimin tënd ky takim, i cilësuar si shumë i rëndësishëm nga Ankaraja zyrtare? Jo, duhet të kuptojmë marrëdhënien që ka Turqia me Izraelin dhe pozitën që kanë këto dy fuqi. Të ndërlikuar deri tani. Këto dy fuqi në rajonin e lindjes së mesme. Që prej ardhjes në pushtet të presidentit Erdogan, ne kemi patur oscilacione shumë mëdha të marrëdhënieve të Turqisë me Izraelin. Dhe natyrisht që sot këto marrëdhënie janë në pikën e tyre më të ulët.
Përpara president Erdogan, keni parasysh që këta kanë qenë aleat strategjik për shkak të influencës së Shtetit Bashkuar të Amerikës mbi dyja palët, të kuptohen. Por kanë qenë aleat strategjik dhe kemi mbritur në një moment ku këto janë dy fuqi konkurruese dhe e ardhmja e marrëdhënieve ndërmjet tyre mbetet e paparashikueshme. Mirë po përpara kemi patur të buffer zone, kemi patur të zonën e ndërmjetme, siç është Siria në rastin konkret. Tani, kjo zonë ndërmjetme ka ardhur duke u ngushtuar, duke u neutralizuar, sepse Siria gjendet nën influencën e Turqisë mbas asaj që ndodhi me largimin e Bashar al-Assadit. Dhe natyrisht që Izraeli nuk mund të pranojë një fuqi kaq të madhe dhe kaq serioze në rajonin e lindjes së mesme që të përbëjë një kërcënim potencial për interesat e Izraelit, ose ashtu siç e ka specifikuar vet Izraeli, lirin operacionale që ata duhet të kenë në rajonin e lindjes së mesme. Keni parasysh që deri në këto momente Izraeli ka një dominancë ajrore mbi të gjithë rajonin. Dhe kryen operacione ajrore pothuajse në gjithë rajonin, duke nisur nga Irani dhe të gjithë vendet e lindjes së mesme me përjashtim të monarkive arabe. Pra, dhe kërkon që të mos e humbas të liri operacionale. Me praninë e Turqisë në Siri dhe në mënyrë të veçantë, nëse Turqia do të ndërtojë bazën ajrore për cilën po diskutohet dhe po luftohet në Siri, kjo liri operacionale e Izraelit fillon dhe ngushtohet dhe kufizohet, sepse Turqia do të instalojë edhe sisteme kundërajrore, dhe bëhet fjalë edhe për raketat S-400, sistemin S-400 të marrë nga Rusia. Dhe natyrisht që Izraeli nuk mund të pajtohet me këtë. Besoj që nga takimi që ka patur Netanyahu në Shtëpinë e Bardhë, pra me presidentin Trump, është diskutuar edhe gjetja e një zgjidhje me Turqinë. Dhe ne patëm edhe deklaratën e presidentit Trump që duhet të gjendet një zgjidhje e cila të jetë arsyeshme për të dyja palët. Dhe këto takime që ne jemi duke dëshmuar tani më vinë me njëherë mbas kësaj vizite të Netanyahut në Washington. Unë besoj që të dyja palët kanë interes për të krijuar një zonë dekonflikti, pra një zonë e cila krijon siguri që palët nuk do të hyjnë në një konflikt të nxehtë, pra në shkëmbime të armatosura që pastaj mund të dilin jashtë parashikimeve dhe situata mund të përkeqësohej ndërmjet dyja palëve. Por keni parasysh që interesat e palëve në Siri janë krejtësisht të ndryshme. Interesat e Turqisë, Mendor, do më lejosh që të bëj një pyetje krejtësisht naive, ç'punë ka në Siri Izraeli edhe Turqia? Tani, këtë përgjigje e japim, po di referohemi historisë, po. Jo, nuk kemi pse i referohemi historisë, shohim përpara, pa ju referuar historisë. Këto janë dy vende kufitare me Sirinë. Po, edhe Turqia, edhe Izraeli. Turqia, problemin themelor me Sirinë e ka patur me çështjen e kurdëve, sepse operacionet ushtarake dhe terroriste kundër Turqisë shpeshherë janë iniciuar nga brenda territorit të Sirisë. Ky është interesi themelor strategjik për Turqinë. Interesi për Izraelin është që të zotrojë naltësirat Golan dhe të ketë epërsi strategjike në raport me çdo potencial të mundshëm kërcënimi për Izraelin. Natyrisht që nëse i referohemi historisë, Izraeli ka ambicie historike për Izraelin e madh kështu me radhë, por nuk po shkojmë atje. Po flasim vetëm për interesat gjeostrategjike që kanë tani palët. Dhe natyrisht që Turqia ka patur një kostos jashtëzakonisht të madhe nga lufta që ka ndodhur, lufta civile në Siri. Kostoja me vogël mund të jenë emigrantët, po kostot e Turqisë janë kostos shumë të mëdha dhe natyrisht që Turqia është e investuar për të patur një influencë strategjike mbi Sirinë. Interesi i Turqisë është që të ketë një shtet unitar në Siri, të ketë një shtet miqësor, pra një qeveri miqësore në Siri dhe të ketë stabilitet në Siri, sepse çdo tension, çdo kaos në Siri impakton përkeq Turqinë. Nga ana tjetër, Izraeli nuk ka këtë interes. Izraeli ka interes për të mbajtur nën kontroll këtë fragmentimin e brisht që ekziston në Siri, sepse Izraelit intereson një Siri e fragmentuar, e kantonalizuar, mundësisht ku të gjitha sektet zotrojnë
territorin e tyre, kontrollojnë territorin e tyre dhe në këtë formë nëpërmjet ndaj dhe sundoj Izraeli mund të ketë më shumë influencë mbi Sirinë, sepse një Siri unitare dhe e qëndrueshme përbën një kërcënim potencial për Izraelin në të ardhmen. Dhe kërcënimi i parë është për territoret siriane të pushtuara nga Izraeli në nalësirën Golan, por edhe një rrezik shumë më serioz në një të ardhme relativisht afatmesme dhe afatgjatë. E thënë kështu qëllimi i mirë për Sirinë i përket Turqisë, jo Izraelit. Për shkak, jo në pikpamje morale qëllimi i mirë, por në pikpamje të përfitimeve strategjike. Turqia ka interes të ketë një Siri të qëndrueshme. Natyrisht jo të kontrolluar nga një vend jo miqësor. Pra këtu doja Dilja, synon ta kontrolloj apo ta bëj atë të denj për ta pasur fqinje? Siria është një alat natyror i Turqisë nëse zhvillon potencialin e saj demokratik. Sepse janë syni dhe kanë perceptime shumë të përbashkëta me Turqinë për rolin e tyre në rajon. Dhe natyrisht që kjo përbën edhe shqetësim për Izraelin dhe për vendet të tjera në rajon, në mënyrë të veçantë për Iranin dhe për Rusinë. Qartë. Ditën e djeshme kam pasur një komunikim me një gazetar shqiptar që jeton në Turqi, Sokol Berhaj, i cili më tha, presidenti Erdogan ka pritur në sarajet e tij presidenciale një përfaqësi kurdësh. Më të rojgjë shumë vëmendjen sarajet e tij, po thënë ndryshe në presidencë. Jo, janë saraje, në fakt, sepse nuk ka ndonjë konotacioni në gjuhën tonë është i rëndë, por sarajet kanë qenë pallati i sultanit, pallati mbretëror. Pra mund të themi edhe sarajet e Erdoganit. Pallati presidencial. Sarajet presidenciale, nuk besoj që përvendoj shqetësim në këtë pikpamje. Dakor. Përse kurdët në këtë vizitë kaq ceremoniale, le themi, edhe të pompuar shumë nga mediat atje? Deri tani, çështja kurde ka qenë dështimi i madh i Erdoganit. Dhe në fakt e ka patur prioritet strategjik gjetjen e një zgjidhje të kurdëve, sepse pa gjetur një zgjidhje me kurdët, Turqia do jetë gjithmonë e trazuar. Dhe kemi një luftë e cila ka zgjatur mbi 40-50 vite me 10 mijëra të vrarë kështu me radhë. Dhe përbën një tension permanent për Turqinë. Dhe presidenti Erdogan, nëse mbani mend në vitet 2009-2010, pat iniciuar një seri negociatash dhe ishte në prag të gjetjes së një marrëveshje paqësore për shpërbërjen e PKK-s dhe për gjetjen e një zgjidhje politike që do të integronte kurdët në Turqi. Dhe u arritën, kishte disa arritje të rëndësishme, si në pikpamje të gjuhës, në pikpamje të kulturës e kështu me radhë. Dhe ndodhen çfarë ndodhen me pranverën arabe, filluan tensionet dhe u rrëzuan të gjitha këto arritje. Dhe mbërrim besoj para një muaji, kur udhëheqësi historik i kurdëve, Öcalan bën një ftesë për çarmatosjen e lëvizjes dhe për hyrjen në negociata politike me udhëheqësit e Turqisë, pra me presidentin Erdogan. Dhe kemi hyrë në një fazë të re të marrëdhënies së presidentit Erdogan, pra të Turqisë, me rebelët kurdë. Çfarë do thotë kjo? Potenciali është, duke qenë se ka ndryshime shumë të mëdha gjeostrategjike dhe ka rënë baza ku kurdët mund ta përdornin, pra PKK-ja mund ta përdorte si bazë militare, bëhet fjalë për Sirinë. Natyrisht që janë në dizavantazh. Po ashtu edhe Iraku ka filluar të shtrëngojë kontrollin që ka mbi territorin e vet. Dhe në mënyrë të veçantë mbi grupet paramilitare, milicit që veprojnë në Irak. Po ashtu Irani gjendet në një fazë shumë të madhe vështirësie dhe të gjithë fokusin e ka tek raporti me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë pikpamje, e gjithë aftësia operacionale e këtyre organizatave kurde ka filluar të kufizohet. Dhe është në interesin e tyre që të hyjnë në negociata me Turqinë për të gjetur një zgjidhje politike. Nga ana tjetër, perspektiva gjeostrategjike e Turqisë është përmirësuar ndjeshëm. Në mënyrë të veçantë mbas luftës së Rusisë në Ukrainë dhe detyrimit të Europës për tu afruar me Turqinë. Po ashtu edhe aksesi që tani më ka në Siri i jep një tjetër perspektivë gjeostrategjike Turqisë.
Dhe kjo mundëson që këto negociata me shumë gjasa të sjellin një produkt pozitiv. Dhe në qoftë se presidenti Erdogan arrin që ta menaxhojë këtë situatë dhe të gjejë një zgjidhje paqësore me kurdët, natyrisht që kjo do të ishte një arritje e madhe historike. Fakti që takohen në sarajet e Erdoganit do thotë që është finalizuar një marrëveshje? Do thotë që është një shenjë pozitive. Nuk besoj që kemi një marrëveshje të finalizuar, por është një mesazh pozitiv që shkon në drejtimin e duhur. Mentor, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Vetëm pak minuta publicitet, do të rikthehemi e do të flasim për aktualitetin Kosovë, formimi i qeverisë, fokusi kryesor i këtyre ditëve. Vetëm pas pak. Kur ke dhimbje dhe s'mund të vazhdosh ditën tënde, zgjidh Maxi Gjezik, zgjedhja e zgjuar kundër dhimbjes.